Dashi. Sot do të përballeni me vështirësi të thella emocionale që mund t'ju ngatërojnë në mendime, duke ju lënë shpesh të hutuar për atë që vërtet dëshironi. Ndaj përfitojeni nga çdo çast pranë partnerit për të hapur zemrën dhe për të ndarë edhe më të voglat brenda. Kur ndiheni të tronditur, durimi bëhet një armë e çnuar, prandaj mos u ngutni për të zgjidhur gjithçka menjëherë, sepse për beqarët sot teknika juaj e joshis do jetë kaq bindëse saqë do të arrini të tërhiqni vëmendjen e këto. Ndërsa në punë do t'i jini idetë tuaja kreative të çlirohen plotësisht në mbështetjen e Mërkurit, duke realizuar projekte që keni menduar prej kohësh, ndërsa sektori financiar do kërkojë një përpjekje shtesë për t'u stabilizuar. Por nëse do t'ja dilni të ruani qetësinë dhe disiplinën. Demi. Planetet për ju inkurajojnë të kultivoni durinë dhe fshehtësinë në çdo hap që ndërmerrni sot, sepse në lidhjen tuaj çdo patjetër i papërgatitur mund të ndezë debate të forta, tek të cilat secili palë do të ngulë këngë në të drejtën e vet dhe kjo kokëfortësi mund të bëhet shkak për tensione të pashmangshme që vetëm vullneti i përbashkët mund t'i zbusë. Nga ana tjetër, beqarët do të ndihen të paqartë dhe të pasigurt për hapet e ardhshëm, duke zgjedhur të presin më shumë para se të fluturojnë drejt ndjenjave të reja. Në punë, motivimi juaj do të forcohet për shkak të mbështetjes së disa bashkëpunëtorëve të vjetër, të cilët do t'ju inkurajojnë të pranoni sfida më të mëdha dhe të ecni përpara me guxim. Ndërsa në planin financiar do të jetë me urtësi më mirë t'i kurseni dëshirat luksi që të shmangni ndonjë tronditje të mundshme në buxhet. Binjakët. Sot dita parashikohet të jetë pozitive dhe të ndjeni energjik dhe të përmbushur, pasi bashkëpunimi me partnerin në çdo çast do fuqizoj lidhjen tuaj dhe do këtë frymë të re që do t'ju ndihmojë të arrini disa nga qëllimet më ambicioze të përbashkëta. Ndërsa nëse jeni beqar nuk duhet t'i lini rastësisht takimet e ditës, por t'i planifikoni me kujdes, duke vepruar me mendje të kthjellët dhe strategji që të mos humbisni asnjë mundësi të ardhshme që do ju dalë përpara. Në punë, ky është momenti i duhur për të rishikuar strategjitë dhe për të adoptuar mënyra të reja veprimi që t'ju çojnë më shpejt drejt objektivave tuaja. Daforia. Mërkuri i sotëm mund t'ju shtyrë të qëndroni kokëfort, ndaj nëse keni kontrata për të firmosur apo vendime të rëndësishme për të marrë, shtrini veshin me kujdes dhe mos nxitoni të refuzoni sugjerimet, sepse dëgjimi i palëve mund t'ju shpëtojë nga gabimet e fatale. Në lidhje, hapësira dhe dëgjimi i kujdesshëm i nevojave të partnerit do jenë qetësi për të ruajtur harmoninë. Ndërsa beqarët për të mos mbetur vetëm duhet të heqin dorë nga kërkimi i përsosmërisë dhe të lejojnë zemrën të flasë. Për më tepër, në punë mund të shkëlqeni duke pranuar një ofertë që ju është bërë kohë më parë, edhe nëse ju dukej e frikshme, ndërsa financat mund të mbeten pak më të dobta në mungesë të planifikimit strikt. Prandaj kujdesuni për çdo lek të shpenzuar. Luani. E njëjta e ditës do të jetë të mbushur me takime dhe dalje të këndshme, ndaj mos refuzoni asnjë ftesë edhe nëse mund t'i mendoni më parë me rezervë. Në çift, qetësia dhe bashkëpunimi do të dominojnë komunikimin, duke sjellë një ekuilibër të qetë. Edhe pse pasioni nuk do të jetë në kulmin e tij, do të jeni të relaksuar dhe të qetë brenda shpirtit. Beqarët duhet të mbajnë sytë hapur gjatë punës, sepse personi ideal mund të shfaqet në një moment krejt të papritur, ndërkohë që fiksimet e vogla sulmueshëm mund t'ju çojnë në rebelime të kota. Në fund të ditës, çdo nervozizëm do të shuhet dhe rutina do të rikthejë normalitetin. Megjithatë, për të ruajtur buzëqeshjen nesër, shmangni shpenzimet pa llogari dhe ruani një plan të qartë për buxhetin. Virgjëresha. Sot do keni një vullnet të fortë që do t'ju shtyjë të kapërceni çdo pengesë dhe të realizoni me vendosmëri çdo dëshirë të shtruar, ndërsa në marrëdhënien e çiftit askush nuk do mund të destabilizojë harmoninë delikate që keni ndërtuar me kaq kujdes, pasi rezistenca e ekuilibrit tuaj do mbrojë çdo përpjekje. Beqarët do kenë guximin e nevojshëm për të bërë hapat e parë drejt krijimit të një lidhjeje të qëndrueshme, të inkurajuar nga ndikimi fuqiplot i diellit dhe uranit në fushën profesionale, ku do përmbushni një seri objektivash madhore që keni ndëruar prej kohësh. Dëshorja. Gjatë kësaj dite mund t'ju pushtoj dëshira për të mos u përpikur në detajet e vogla, duke I lënë hapa të rrjedhin natyrshëm, por nëse jeni në një lidhje do të ndiheni të përkëdhelur dhe të dashur në çdo moment. Aq sa të gjithë rreth jush do t'ju kenë zili për ide dhe për kujdesin që do ofrojë partneri. Beqarët me humorin dhe buzëqeshjen e fortë që ju karakterizon, do të tërhiqin ftesa të papritura për dalje. Të shumta, ndërsa në punë edhe nëse ndodh ndonjë incident I vogël me një koleg, aftësia juaj diplomatike do ta zgjidhë shpejt dhe pa shumë ego. Për më tepër, të gjitha sakrificat dhe kursimet që keni bërë deri tani në planin financiar sot do gjejnë shpërblimin e duhur, duke sjellë një frymë lehtësie në xhepat tuaj. Akrepi.
Falë për kryerjes së pozicioneve planetare, dita juaj do kalojë me emocione të forta dhe do merrni saktësisht atë që do jetni. Në çift do bëni çdo sakrificë për të kujdesur për partnerin, pa e ditur se edhe ai fshihet pas surprizave të mëdha për ju. Pasdiket dhe mbrëmja do jenë të mbushura me aventura dhe plane të përbashkëta që do ndesin pasionin si dikur, ndërsa në punë era e suksesit do fillojë të ndjehet qysh në mëngjes. Edhe pse ju mund të mos e besoni deri kur të shihni rezultatet konkrete. Buxheti nuk do jetë i keq, por për të siguruar që nesër gjithçka të jetë po ashtu në rregull, vazhdoni të veproni me planet e qarta financiare para çdo shpenzimi të madh. Shigjetari. Sot do të ndesheni me prova të vështira që vetëm përmes përpjekjeve maksimale do t'i kaloni, dhe nëse dëshironi që marrëdhënia me partnerin të luizojë, duhet të bëni disa zgjedhje të vështira dhe të hiqni dorë nga zakonet të ngulitura, duke treguar se jeni gati të sakrifikoni për mirëqenien e çiftit. Beqarët do përjetojnë takime të paparashikuara me persona që nuk mendonin se mund t'i shihnin kurrë pranë vetes, gjë që do ndesë emocionin e panjohur dhe do zgjojë kurajtë për një aventurë të re. Në punë do jeni më të fortë në mëngjes, por nga mesdita mund t'ju mungojë durimi dhe të ndjeni dëshirën për të hequr dorë, ndaj planifikoni pushime të shkurtra që të mos humbni fokusin. Financat kërkojnë rishikim të metodave të menaxhimit, prandaj mos nguroni të merrni këshilla nga ekspert për të shmangur gabimet. Britsjapi. Sot do keni mbështetjen e fortë të hënës dhe të Venosit, prandaj çdo situatë negative do e ktheni në një mundësi për mësim dhe do e përjetoni ditën plot kënaqësi, veçanërisht nëse jeni në një lidhje, ku pasioni her pas here do dëgjë flak dhe do ju jap ndjesinë se fluturoni mbi re. Beqarët do kenë takime të shumta, por zemra do ju ra veç për një person, duke ju dhënë kurajin për të ndjekur atë që ndjeni. Në punë do investoni me vendosmëri për të arritur qëllimet tuaja dhe do bëni kolegët e klientët ziliqar për angazhimin dhe sukseset që do merrni. Menaxhimi i financave nuk do jetë as pak problem, pasi do zbatoni strategji kursimi që keni studiuar më herët, duke mbajtur buxhetin në një gjendje shumë të kënaqshme. Ujori. Mërkuri i sotëm do rrisi imagjinatën tuaj dhe do ju frymëzojë të realizoni projektet e menduara prej kohësh, ndërsa kujtimi i të kaluar së hidhur do fillojë të zbehet kur vendosni të përqendroheni në plane të reja dhe më të gëzueshme. Në lidhje, partneri do jetë jo vetëm i dashur, por edhe mik i përsosur me të cilin do ndani çdo ëndër dhe sfidë, duke i kapërcyer së bashku me kurajo dhe kreativitet. Ndërsa beqarët do kalojnë kohë me miq dhe do shijojnë flirtin platonik që nuk kërkon detyrime. Në punë, ndryshe nga ditët e tjera, do preferoni harmoninë dhe bashkëpunimin mbi çdo konflikt, duke krijuar një ambient frymëzues që do sjellë efikasitet më të lartë. Ndërsa në planin financiar përmirësimet do jenë evidente për shkak të vendimeve të marra me mendjen e kthjellët. Peshqit. Hëna do ju mbrojë sot dhe do forcojë bindjen tuaj se jeni në rrugën e duhur, ndaj të bëni përpjekjet maksimale për të krijuar një marrëdhënie të qëndrueshme, duke përballuar me guxim tensionet me familjarët që kërkojnë më shumë hapje dhe mirëkuptim. Bisedat e sinqerta me partnerin do hapin rrugë për të ardhmen, ndërsa beqarët duhet të jenë vigjilentë dhe të mos lejojnë që mundësitë t'u ikin, sepse sot është dita e ardhur për ndërtimin e lidhjeve të reja. Në punë, ndikimi i hënës do ju mbrojë nga gabimet dhe do ju ndihmojë të argumentoni me besueshmëri, ndërsa në planin financiar duhet të shmangni shpenzimet e mëdha impulsive. Pasi gjendja ende nuk është optimale dhe çdo investim i kujdesshëm do jetë fitimprurës në të ardhmen.